Djegja e një pallati banimi në zonën e Arlisit në Tiranë ka nxjerrë në pamangësi serioze në reagimin institucional dhe siguri në banesa. Avokati i popullit ka reaguar menjëherë pas ngjarjes duke ngritur shqetësime për papërgatitjen e strukturave shtetërore. Kreu i institucionit, Shabani, deklaroi se nga hetimi paraprak janë konstatuar probleme të lidhura kryesisht me pushtetin vendor dhe menaxhimin e sigurisë në ndërtesa. Ai bëri të ditur se është ngritur një task force e posaçme për të hetuar standardet e sigurisë në banesat e kryeqytetit, ndërsa i bëri thirrje Bashkisë së Tiranës të marrë masa të menjëhershme për strehimin e banorëve të prekur. Zjarri i rënd të javë në një pallat në Tiranë zbuloi institucione vendore të papërgatitura. Për te aspektet penal, për cilin ne ligji nuk na lejon që të ndërhyjmë, ka një aspekt administrativ që ngarkon në përgjithësi pushtetin vendor. Nga hetimi paraprak i institucionit tonë, kemi konstatuar disa problematika që lidhen me garantimin e sigurisë teknike të godinave apo probleme në planifikimin e hapësirave për ndërhyrjen e zjarrfikseve. Duke ditur se ky nuk është një rast i izoluar, avokati i popullit ka ngritur një task force me një grup pune që synon të hetojë sigurinë e banesave të përbashkëta në kryeqytet dhe të dalë me rekomandime konkrete ligjore dhe administrative. Ndërkohë, gjem rastin që të rikujtojmë kërkesën që kemi bërë Bashkisë Tiranë, që të ofrojë një zgjidhje të menjëhershme strehimi për banorët e prekur nga kjo tragjedi përmes programeve të saj të strehimit social. Avokati i popullit thekson gjithashtu se digitalizimi i shërbimeve publike ndonë si nevojshëm ka krijuar vështirësi të reja për qytetarët në aksesimin e administratës. Megjithatë, fokusi kryesor mbetet tek siguria e banesave, ku rasti i zjarrit në pallatin e Arlis shihet si një sinjal alarmi për nevojën urgjente të përmirësimit të standardeve dhe reagimit institucional.